Nëse familjen e kemi të shëndosh, të fortë, të qëndrueshme, edhe shoqëria do t'jetë e këtill. Jemi të folë pikrisht në kohën kur kriza, fortuna, qarqe nga më të ndryshme e kanë shenju familjen tonë shqiptare, që me shekuj e me vite as shkau nuk pat mundësi për ta lëviz bazamentin e familjes shqiptare. Në këtë kohën moderne po mundohen me hy përs mbrendi për më naj çrregullu familjen tonë. Mirë, po me besim në Zotin Dhul Gjelal, me besim në traditën, kulturën tonë shqiptare, nuk ka mundësi ky sindrom dhe ky virus me depërtu. Po edhe nëse depërton, kemi me gjeti ilaçin adekuat për ta shpor dhe për ta largu nga vendbanimet e tona. Të dashurit e mi, kemi fol tema nga më të ndryshmet, sa du të ndaj shkurt me ju rreth një problemit që na vjen si shkaktar. Shkaktar janë prindrit, bashkëshortët, baba dhe nana. Ata janë shembulli më i mirë për fëmijët dhe për familjen. Ata janë modeli më i mirë. Ata janë pasqyra më e mirë për ta shiqu vetveten e vladët fëmijët. Dhe ata janë motivi dhe këshilltarët më të mëdhej që fëmijët dhe familja jonë me ecë tutje. Jemi të bindur se nuk mund të ndërtojmë një shoqëri të shëndosh pa ndërtu mës pari një familje të shëndosh. Nuk mund të kërkojmë fëmijë të edukuar nëse ata rritën në një shtëpi ku mungon dashuria, respekti, qetësia dhe lumturia e prindërve. Nuk mund të kërkojmë një brez me moral të lartë nëse ai edukimin e parë e merr në një ambient të mbushur e stërmbushur me fjalë të rënda, negative, fyrje, përlarje, pa drejtësi në mes prindërve. Sot plaga më e madhe në shtëpitë muslimane shqiptare është mungesa e njohjes dhe respektit të drejtave dhe detyrimeve bashkëshortore. Problemi kryesor që prindrit nuk po e dinë rolin e tyre për çka janë. Një pjesë e tyre janë aksidentalisht prind. Nuk po i dinë përgjithësi, detyrat, obligimet që i kanë për fëmijët dhe për familjen në përgjithësi. Sot shumë burra ndihen të nënçmuar sepse nuk e respektojnë pozitën e tyre bashkëshortet. Sikur që shumë gra ndihen të lënduara sepse nuk u jipet vlera që Islami u a ka dhënë atyre nga vetë bashkëshortët e tyre. Një problem bashkëshortor, humbësit, në problemin bashkëshortor është fjala, humbësit më të mëdhej kush janë? Janë fëmijët, ata humbin sigurin, ata humbin qetësin, ata humbin ekuilibrin për jetën e tyre. Islami nuk e sheh martesën si një kontratë të zakonshme mes dy njerëzve, por e sheh si një amanet të madh para Allahut Dhul Gjelal. Vendimi më i madh në jetën është martesa. Nëse e din për çka je martu, nëse e ke qëllu në martes, ja ke qëllu jetës dhe e din për çka jeton. Nëse nuk e din, të ka hub busulla për dynjan e ta hub busullën edhe për ahiret. Islami nuk e shef martesën si një kontratë të këtill. Ne jemi duke jetuar në kohën kur secili apo secila i kërkon të drejtat e veta dhe harron detyrimet e veta.
Gruaja thot, e drejtë e jamja është kjo. Burri thot, e drejtë e imja është kjo. E drejtë. E cilat janë detyrimet e tua? Na po flasmi veç për drejtat, po detyrimet cilat janë? Këtu po e kemi në hall për me i shfaq detyrimet e tona. Burri e ka për obligim kujdesen për familjen dhe për shtëpin të dashurit e me. Sot shumë burra nuk punojnë, edhe pse janë shëndosh e mirë, edhe pse gjoksin 1 metër me 1 metër e kanë, nuk punojnë. Bashkëshortja i man 2 ndrime, plus ky ja harxhan dhe ja shpenzon pa drejtësisht dhe heq në xhirin familjar ja shpenzon rrogën asaj. Te do familja është Anton Zakoqajupi tu nejt aty. Burrat rinën hije, lozin ku vendojnë, pika që si u bije se nga gratë jetojnë. Dashurit e me, si besimtar, që Zotit ka dhonë shëndet, ti duhesh të ngritësh dhe ti marrësh obligimet e tua për sigurimin e mirëqenjes ekonomike, të bashkëshortës, të fëmijës dhe të familjes tone. Dhe aty fillon konflikti, sepse ai dëshiron çdo send ta përvetësoj, ta menaxhoj, ta kontrolloj, ti bëj presion, pse nejte me ta, pse fole me ata, pse hype te ky, pse s'hype te ky, e gjëra do thotë të ngjajshme, konflikte full. Është ky lloj burrave që në hall janë familjet. Burri duhet të bëj përpjekje maksimale në rujtjen e nderit dhe të pasurisë së vet. Burri duhet të bëj përpjekje maksimale për të pas një komunikim të qetë, të urtë, të mirë me bashkëshortën dhe me fëmijët, sidomos në këtë kohë që stresi, ngarkesat psikologjike, shpirtërore janë shtu individëve, familjes dhe shoqërisë, duhet jetë shumë i kujdesshëm. Obligimi i burrit është të ushqesh bashkëshortën dhe fëmijët me atë që ushqen vetveten. Shumë burra bojnë qef për çdo natë apo pak më rrallë në për restorante dhe në për lokale të ndryshme. Gruaja, fëmia gjithmonë në shtëpi. Buke gjizë të ngron. Ky ban qef, edhe shpesh live hen bile, për m'ju tregu edhe të tjerëve. Ti mundësësh veshjen asaj dhe fëmijëve ashtu qysh e vesh vetën tënde. E shek burrin nga njëherë shpesh një pjesë të tyre me firmë i veshur. Rrobat në rregull jemi, shumë në rregull jemi. Po doç edhe asaj ti sjellësh rroba edhe fëmijëve to. Në moment që të bëhesh bab, mbaroj karriera jote. Krejt fokusin duhet jetë tek fëmijët. Mos të rahësh fizikisht. Sidomos goditje në fytyrë është ndaluar rrepsisht. Profeti Muhammed alayhi salatu wassalam kur nuk është regjistru, nuk është pa, nuk është transmetu se ai ka godit bashkëshortën e vet. Mos ti thuash se ti je shëmtuar. Një pjesë e bashkëshortëve ju thojnë gratë, je shëmtuar. A dini pse? Se fokusin ky e ka të tjerat. Shejtani ja rregullon më mirë se sa ChatGPT-ja që ta rregullon foton tyje. Dhe ja bën ata e cila është e klasës së 10 të klasës parë. A ky bashkëshortën e ka të klasës parë? E kam fjallën për ka bukuria, për ka pedantria, për ka karakteri, për ka morali, për ka sjellja, për ka edukata, po gjithmonë fokusin e ka, do thot ata që ja ka jeshu shejtani i mallkuar. Sikur që edhe gruaja ka obligime ndaj burrit të saj. Edhe gruaja ka obligim. Fjala e mirë, pamja e mirë. Nganjëherë nga fjalët e lëndon shumë bashkëshortin, E keni pa që ky qyqani. Fëmijëve ai qyqani, unë e bot pe thama, po kupton? Pamjet mirë,
pastërti, një veshje të mirë. Ha? Mirë po, me qëndru lëm, jo pedante, jo e pastërt, ti veshje duke ja hap një rrugë tjetër bashkëshortit tënd. Buzëqeshje, respekt, vjen burri nga puna i lodhur, i raskapiton, së ngritët në kam, nuk i dëshiron mirë se ardhje, nuk ka buzëqeshje, nuk ka fjalë të mira, do thot për të. E ki për obligim, ndihma dhe durimi, du ta përkrash bashkëshortin. Edhe burri duhet ta di një gjë, se nëse ti punon 8 orë, aja punon 24 orë. Për bashkëshorte të ndershme, mbrapa çdo burri të suksesshëm, fshifët një grua e suksesshme, sikur që duhet fjalë dhe mirëkuptim të vazhdueshëm, do thot me pas. Pyet profeti Muhammed a.s. nëse ishte e lejuar me i bon sejdë robi robit, njeriut, thot sejdë du të mi bon gruja burrit. Jo sejdë figurativisht, mos ta kupton dikush se kjo është e ndalume, absolutisht nuk është e lejume, veç Zoti du të mira në sejdë. Mirë po, dush me ditë se aja është përgjithësi yti. Ti du të nderosh e të respektosh atë. Nëpërmjet këtij hadithi profetik ju përcjell grave një mesazh: mos i lini mangu shërbimin ndaj burrave, plotësoni kërkesat e tyre të drejta dhe kaloni mirë me ta. Edukimi më i mirë i fëmijëve është shembulli praktik i prindërve. Fëmijët nuk harrojnë mënyrën se si babai i flet nënës së tyre. Nuk harrojnë, mendojmë që nuk na përcjellin, në detaje na përcjellin. Sikur që fëmijët nuk harrojnë mënyrën se si nëna i flet babait. Kur nuk e harrojnë, do thot fëmijët. Dhe krejt në fund të dashurit e mi, profeti Muhammed a.s. nuk ka ndodhur asnjëherë me fillu në ngrënien ushqimit, përveç se Bismillahirrahmanirrahim, atë kashorën e parë ja ka dhuru bashkëshortës vetë. Kashorën e dytë ja ka dhuru vajzës vetë, Hazreti Fatimës. Nuk ka ndodhë kur me hip në deve, atëherë deve, sot makinë, kur nuk ka ndodhë me hip në deve, përveç se mas pari Hazreti Aisha, ajo be hypën. Kur nuk ka ndodhën, për këta shembulli më i mirë, e ajo shpesh i ka thonën: si është dashuria jote për mu, ja Rasulullah? Thot sikur nyja e litarit. Nyja e litarit, thot ashtu është e fortë, e qëndrueshme, stabile dashuria ime për ty. E ajo shpesh pastaj e ka pyet dhe e ka provoku: ja Rasulullah, si qëndron nyja? Thot ende është e palëvizshme, e qëndrueshme, njëjtë sikur në momentin e parë. Familjet e tona kanë nevojë për kësi lloj nyje, për kësi lloj lidhje, për kësi lloj dashurie dhe respekti, nëse dëshirojmë që fëmijët e tanë me qenë pasqyra jonë. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.